Shqiptarët e Amerikës eshtin përballë padrejtësive të gjykatës speciale të Hagës. Publicisti Jack John Lekaj ka ngritur shqetësimin për heshtjen e komunitetit shqiptaro-amerikan ndaj veprimeve të gjykatës speciale të Hagës kundër ish-udhëheqësve të UÇK-s. Ai kujton vizitën e tij në Hagë në kohën kur ishte arrestuar Fatmir Limaj, duke përshkruar dhimbjen e familjes së tij dhe padrejtësitë e shumta që pasuan ndaj Ramush Haradinaj. Sipas John Lekaj, kjo gjykatë u ngrit për të njollosur luftën shtirimtare të Kosovës dhe për të realizuar qëllimet e Serbisë kundër pavarësisë së saj. Ai e quan raportin e Dick Martit një shpifje monstruoze dhe thekson se akuzat ndaj udhëheqësve të UÇK-s janë pa baza, ndërsa krimet serbe ndaj shqiptarëve mbeten të pandëshkuara. John Lekaj përmend 4 të akuzuarit: Hashim Thaçin, Kadri Veselin, Jakub Krasniqin dhe Recep Selimin, si burrat më të mirë të luftës së paqes, të cilët dhanë gjithçka për lirinë e Kosovës dhe nënshkruan aktin e pavarësisë më 17 shkurt 2008. Ai kritikon ashpër heshtjen e shqiptarëve të Amerikës, përfshirë disa aktivistë që dikur bashkëpunuan me Carla Del Ponte, ndërsa sot nuk reagojnë. Miku i mirë njihet në ditë vështira, shkruan Lekaj, duke bërë thirrje për një zgjim kombëtar dhe mbështetje ndaj të burgosurve të Hagës. Në përfundim ai quan këtë situatë tragjedinë më të madhe të Kosovës pas luftës dhe u bën thirrje shqiptarëve të luten dhe të veprojnë për shërimin e 4 heronjve të kombit.